Një krim i rënd në familje ka ndodhur në Prizren të Kosovës, ku babai ka vrarë me thik vajzën e tij 15 vjeçe dhe ka plagosur vajzën tjetër 11 vjeçe në orët e para të mëngjesit të kësaj të martë. Lajmi është konfirmuar nga autoritetet policore që bëjnë me dije se autori është Mehmet Gorenç, shtetas turk, i cili dyshohet se me mjet të mpret thik ka sulmuar 2 vajzat e tij të mitura dhe gruan e tij. Sot më datë 06/05/2025, rreth orës 5:57, policia përmes telefonit ka marrë informatën se në rrugën Shote Galica në Prizren ndodhet një person i lënduar dhe se emergjenca mjekësore nuk po mund t'i jap ndihmë, nga që një i dyshuar ndodhet me thik në dorë. Në atë drejtim janë nisur 4 patrulla policore. Në vendngjarje është kuptuar se një i dyshuar, MG viti i lindjes 1981 mashkull, ka therrur me thik 2 vajzat e tij, njëra 15 vjeçare e cila ka mbetur e vdekur në vend të ngjarjes dhe tjetra e lënduar rënd, e cila për momentin në gjendje të rënd ndodhet në QKUK në Prishtinë, theksoi zëdhënësi policisë në Kosovë. Autori tashmë është arrestuar, ndërsa zëdhënësi i policisë tha se autori ka psuar lëndime, që dyshohet se i ka shkaktuar vetes pas kryerjes së aktit.